Është dita kushtuar romëve, e cila shërben për të shpalosur ndoshta në mënyrën e më të mirë një realitet të dyfisht me të cilin përballet ky komunitet. Për një ditë, sytë janë mbi ta. Vëmendje përmes aktiviteteve të veçanta ju kushtuan nga Kuvendi i Shqipërisë, kryeparlamentari Ilir Meta, ministra dhe deputetët e majta i mirëpritën në kryesinë e kuvendit. Por siç e do tradita politike shqiptare edhe në këtë aktivitet, u ndjen ndasit partijake. Në takim mungonin deputetet e djathta. Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Velia, i cili me marrjen e detyrës firmosi një urdhër që shërbente për strehimin e tyre, ishte në këtë ditë të veçantë me ta, por të tjerë përfaqësues të këtij komuniteti protestuan para Mbashkisë së Tiranës për mungesën e një çatie mbi kokë. Por larg këtyre aktiviteteve të institucioneve shtetërore të përkrahura edhe nga organizata jo qeveritare, ka një tjetër realitet. Është ai i vërteti, me të cilin nisin dhe ngrysin ditët e tyre romët, me skamjes, papunësisë dhe mungesës së edukimit. Janë lodhur me premtime dhe vendosin të bojkotojnë vëmendjen e medias e përmes tyre edhe atë të autoriteteve shtetërore. Në ditën dedikuar romëve, banorët e këtij komuniteti të cilët jetojnë pranë zonës së liçenit të thatë këtu në kryeqytet kanë vendosur të heshtin. Ata thonë se apelet e përsëritura ndër vite ndaj shtetit dhe politikës shqiptare kanë rënë në vesh të shurdhër, andaj pikërisht në këtë ditë, posaçërisht për ta, ata kanë vendosur të mos flasin. Për romët, mendojnë romët. Thirrjet e tyre për mbështetje i përcjellin tek parlamentarët shqiptar këta fëmijë. Të ndihmojnë të gjithë komitetin rom për ndihmën sociale dhe për strehimin. Më mungon shkollimin, jetesa. Doja që të gjithë shokët dhe shoqit e mia të vinin në shkollë. Një thirrje e dëshpëruar që deri më sot është dëgjuar pak, pasi për romët që jetojnë në Shqipëri pak është bërë në kaq vite.